E bukura e Turqisë e thot me krenari, jam shqiptare, ja si e uron babë në gjuhën e nënës, shqiptari im, të dua baba. Kansu Dere i ka uruar ditëlindjen të atit. Ejsan, e njohur sipas serialit Ezel, ka zbuluar se prejardhjen e ka shqiptare nëse e bazohemi në urimin që i ka bërë babait. I dashur baba, i forti baba, sot është ditëlindja jote, së bashku edhe shumë vite të lumtura. Ti bëhu shumë i fort, gjithmonë, qëndro afër nesh, shqiptari i natçor, ka qenë urimi i aktores. Ndryshe, sipas biografisë së aktores, Kansu ka lindur në Turqi, ndërsa prindrit në Greqi.